A e din sa pak, I duhet një lajm I trem që me të bëu ty pjesë një padrejtësie. Vesh një klikim. Allahu në Kur'an thot, o ju që keni besu, nëse naj njeri pa ndershëm ju sjell naj lajm, siguroheni mirë, a është I vërtet. Për mos me I bo dëm naj kujt pa dashje, e mu pendu mas nej për atë që e keni bo. Sot jetojna me një kohë ku informacioni shpërndahet ma shpejt se sa që menojna na. Një fjalë, një thashëthem, një akuzë, e shpërndajna, e komentojna, po kur nuk e këshyrëm se qaj lajm është I vërtet. Ajeti na përkujton një parim shumë domosdoshëm. Nëse një person, një pabes, ta sjell një lajm, kur mos I beso me njerë. Tash para menu, jena në epokën e inteligjencës artificiale. Video të reme, zonat falsifikum, edhe foto që duken shumë reale, por që nuk ka ndodhur kur. E kjo është ma e frikshmja, se një klikim mundet me shkatru reputacionin e dikujt brenda minuta. Kështu që kur t'vjen ai lajm, nalo mos u gut, verifikoje edhe mos u gut me gjiku. Mos u bo stacion që përmes teje kalon e pavërteta dhe mos e lejo teknologjinë me udhëheq në ndërgjegjen tonë dhe mos u bo pjesë e padrejtësisë.